Shefi NATO-s Mark Rutte ka propozuar rritje të shpenzimeve për mbrojtjen vetëm pak muaj pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ju kërkoi vendeve të aleancës që të rrisnin nga 2% në 5% të prodhimit të brendshëm bruto kontributin në këtë fushë. Vendet që nuk paguajnë kontributin nuk do të mbështeten në rast të një sulmi nga Rusia, tha Trump në muajin janar të këtij viti, kur sapo ishte zgjedhur presidenti i SBA-s për një mandat të dytë. Këtë të premte shefi i NATO-s ju propozoi vendeve anëtare të Aleancës Euroatlantike të rrisnin në mënyrë të drejtpërdrejtë shpenzimet për mbrojtjen në 3.5% të prodhimit të brendshëm bruto, si dhe një shtesë prej 1.5% të GDP-s për shpenzimet të tjera që lidhen me sigurinë. Këto shpenzime shtesë mund të përfshin investime në infrastrukturë kritike, si rrugë dhe ura që mund të mbështesin transportin e mjeteve të rënda ushtarake në rast konfliktesh. Nëse propozimi i Rutte pranohet, edhe Shqipëria si vend antar i NATO-s do duhet të rrisë shpenzimet për mbrojtjen. Aktualisht objektivi zyrtar i NATO-s për shpenzimet e mbrojtjes është paktën 2% dhe me këtë vlerë Shqipërisë i takon të paguajë rreth $1 miliard për mbrojtjen. Por nëse propozimi i ri i Rutte për rritjen e kësaj vlere në 3.5% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen dhe shtesës prej 1.5% për mjetet dhe sigurinë vjen në zbatim, Shqipëria do duhet të shpenzojë mbi $2 miliard në këtë fushë. Propozimi i Mark Rutte pritet të diskutohet më gjerësisht në javët në vijim, përpara se të prezantohet zyrtarisht në samitin e Hagës, që do të mbahet në muajin qershor.